Komandanti i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, for General Majori Turk Ozgan Ulutash, tha se që nga tetori i vitit 2025, situata e sigurisë në Kosovë është përgjithsisht e qetë, por me potencial që të ketë tensione të reja. Ne nuk kemi parë përsëritje të dhunës, siç kemi parë në vitin 2023. Megjithatë, situata mbetet e prisht me potencial për tensione të reja, veçmas në veri të Kosovës, deklaroi ai. Tensionet në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, fillimisht në maj kur serbët lokal kundërshtuan nisjen e punës së kryetarëve shqiptar të 4 komunave në veri, të cilët u zgjodhen pasi serbët lokal bojkotuan zgjedhjet lokale. Tensionet kulmuan në shtator të këtij viti, ku një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zvečanit, duke vrarë rështerin Afrim Bunjaku. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, ish kryetari i listës serbe partisë kryesore të serbëve që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kosova fajson Serbinë për sulmin, por Beogradi mohon çdo përfshirje. Më herët, gjatë këtij viti, shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se ende pret që Serbia të përcaktojë përgjegjësinë për Banjskën. Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian që nga viti 2011. Njësër marrëveshjet janë arritur përgjatë viteve në dialogut, por shumë nga ato nuk janë zbatuar në terren. Megjithatë, takimi në nivelin e lartë politik mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka patur që nga shtatori i vitit 2023. Takimi i fundit mes Kurtit dhe Vučić ishte zhvilluar disa ditë përpara sulmit të armatosur në Banjsk të Zvečanit, për të cilën Kosova e ka fajsuar Serbinë, por Beogradi mohon çdo përfshirje.